124 mjekë të cilët fillojnë këtë vit specializimin 3 vjeçar në mjekësi kanë nënshkruar kontratën me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për të ofruar shërbime shëndetësore në specialitete të ndryshme aty ku ka nevojë vendi pas përfundimit të studimeve. Gjatë ceremonisë së zhvilluar në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, Ministri i Shëndetësisë Albana Koçiu tha se këtë vit nisin specializimin afatgjat në mjekësi 253 mjekë, nga të cilët 124 do të nënshkruajnë një kontratë me ministrin. Nisni sot rrugtimi në një nga institucionet kryesore të ofrimit të shërbimit shëndetësor, që është Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, për 2 nga specializimet që për ne si Ministri i Shëndetësisë bashku me Universitetin e Mjekësisë, ja kemi dalë me sukses që të kemi edhe nga si vjet prurje në të 2 këto dek, është pikërisht specialisti i mjekësisë urgjencës dhe specialisti i mjekësisë familjare. Dhe unë besoj fort që edhe për shkak të incentivës, pra që marrin dhe paguhen me pagën 100% të mjekut specialist gjatë rrugtimit të tyre si specializant afatgjat, krijon atë bazën e premisës për të patur në të ardhmen 2 specialitete shumë të kërkuara, shumë të domosdoshme, shumë jetike në të gjitha strukturat tona shëndetësore, si ato parësore, por dhe ato spitalore. Në këtë vit fillojnë 253 mjek, nga të cilët 124 janë kuote mbuluar, pra që kanë një kontratë dhe do të nënshkruajnë një kontratë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Patjetër me dëshirën e madhe që të krijojmë ato kushtet më të përshtatshme, më të favorshme për ju për ta gjetur Europën në Shqipëri, dhe ne po punojmë për ditë që Europa të jetë këtu. Për këtë po punojmë bashkarisht të gjithë çdo ditë. Mjekët specializant me kontratë me ministrin për 4 vite gjatë formimit të tyre do të marrin 80% të pagës së mjekut specialist dhe 100% ata të cilët kryejnë specializimin në degët prioritare mjekësi familje dhe mjekësi urgjence. Ata kanë përzgjedhur të specializohen në fusha të ndryshme të mjekësisë, përfshirë pediatrin, imazherin, anestezi, reanimacion e të tjerë. Që nga viti 2014, kur dhe u rihapën specializimet në mjekësi, numri total i kuotave të pranimit për mjek specialist ka qenë rreth 2900, nga të cilët 1151 mjek kanë ndjekur specializimin si kuote mbuluar nga Ministria e Shëndetësisë.